Në qoftë se nuk I keni provuar la kongoleshka të regjme, hajdin të përgatisim sot bashkë. Kjo është receta që unë e përgatis në vite, dalin të mrekullueshëm. Filloj me recetën. Kongoleshkat mas I kena la, I presim në copa, masanej në rriska e në fije sikur në vidja. I hedhim në një enë thellë, aty shtojmë krypen, përzim mirë dhe I lam me pushu për krejt natën. Të nesërmen shohim që kanë lshu langun e tyne, I shplaj mirë me ujë të rrjedhshëm dhe I lam me kullunin I kulloj si makaronash. Ndërkohë në tenxhere idhim ufëllen, sa po merr val shtoj mrena kongoleshkat. I lam aty për 4-5 minuta. Masanaj I kullojmë dhe I hedhim në një copë pastër, I hapim mirë, jo është shtresë të trashë dhe I lam aty për krejt natën. Të nesërmen marrim kavanozat e pastër të sterilizuar. I mushim me hudra specdjeks e kongoleshka dhe në fund I mushim me vaj ullinit ose lule diellit. I mbyllim hermetik dhe I kena gati për 4-5 ditë. Faleminderit.